Kanë ardhur një dietari muslimanëve, edhe e kanë ditë që ka problem me gruajën e vet. Kanë marrë dash. Edhe kanë ardhur kanë thonë, "Kena një diçka si ki punë me gruajën tonë mirë." Po sikur që kanë, keni pa njerëz të rahat. Që zoti ushqimi plot vetë që kjo. A e nite as e nite? Çka kish bën, çka s'kish bën? Çe ka thonë? I ka thonë ky, "Çka keni ju me gruën e huaj?" "Gruajma, s'kam problem. Çka të ka hibe ti nudhe?" A ki po, "A po filoni hiç si kish punë mirë." "Çka të ka hi nudhe Allah? Gruaja veto. A për lat, as për lat, po gruaja vet, a me ti ka boni çaj me ata?" Ka thonë këtë, "Çka të intereson ti për gruën time?" Edhe janë nal, tamam, janë kthie. Mas një kohë ai dahet me gruën e vet. Thonë, "Çtash kam na kallzu." "Çfarë kam na kallzu se ki e la gruaja tash na kallzon." "Kto hyjim, a ki po? A keni po do? Sa të zatetesh me dikan? Pse u zatete? Masi nuk zatete, pse s'po zatetesh? Çka ki më, pse më nuk e jetojnë në jetën tonë? Pse nuk i kishin na forcët tona? Pse nuk i kishin na punët tona?" Edhe kur e shloi gruën i than, "E hoç, çtash e shlove, na kallzo po. Çka ke puna?" Çka tha? "Unë kam haram me fol për gratë huaja, sa grë em është." "Çush më vleu ajo, sa grë em, unë kam lut. Ajo grë huaj për mua." Shiko kur njëri dispozitat e Allahut. Kur e ka gruaja thot, "Pse folni ju për gruën e huaj?" Kur se ka pas me gruaja ka thon, "Pse folni ju për gruën e huaj?" Edhe mua s'm lejohet me vol, se kam me gruaja.